Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij faljen, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete sjell shembuj dhe tregime dhe thot: "Laqad kana fi qasasihim ibra." Në tregimet atyre që ishin para jush ka mësime. Janë dy arsye kryesore pse Allahu subhanahu wa taala na sjell tregime në Kur'an. E para është që të kuptohet më lehtë, pra kur e bën në mënyrë treguese, të kuptohet më lehtë dhe të mahet mend çështja më mirë. Pra këto dy janë çështjet kryesore pse Allahu subhanahu wa taala na sjell tregime në Kur'an. Pra që një çështje edhe ta marr mend më lehtë, por edhe ta kupton më lehtë. Edhe pse jemi në prag të Ramazanit të nderuar vëllezër, dhe ndoshta më qelluar është që të flasim para përgatitje për këtë muaj, mirë po edhe ne si hoxhallar e kemi përgjegjësi dhe nuk mund të jemi indiferent ndaj ndodhive që ndodhin për rreth nesh. Qofshin ato ndodhi në rrafshin vendor, apo qofshin edhe në rrafshin global, sidomos nëse lidhen edhe me Islamin. Duke lexuar këto ditë, pra të gjithë jeni të vetëdijshëm, një prej gjërave që ka tërheq vëmendjen e gjithë botës, mund të themi, është edhe dosja që quhet dosja e Epstein, Jeffrey Epstein, apo si e ka emrin. Duke lexuar këto dosje, si përfaqësisht të nderuar vëllezër, mu kujtu një tregim që e transmeton Nafia, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Nafia nga Ibn Omeri, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: "Dolëm thot në periferi të Medinës, një piknik. Dhe aty tha ishte një çoban që runte delet. Dhe kërkuam nga ky çoban që të vi me ne që të ngrëm së bashku. Ky tha: jam agjërushëm, ditë të nxehta." Dhe Ibn Omeri tha: "Ka që nxehtë, je agjërushëm." Ky tha: "Po përgatitem për ditë edhe më të nxehta, pra ditët pas vdekjes." Atëherë i thot këtij çobanit, i thot: "Na sjell një deve, pra na shit një dele që ta ham së bashku." Tha: "Këto nuk janë pasuria ime. Ky është pra thjesht unë jam vetëm që kujdesem për ta, këto janë të shefit tim." Ibn Omeri donte thjesht ta sprovonte këtë, i tha: "Thuaj që e ka hangër ujku një dele dhe thjesht edhe i merr parat për vete dhe na shoqëron në ushqim dhe kështu me radhë." Atëherë ky e tha një fjalë: "Fa aina Allah?" Atëherë ku është Allahu? Pra të nderuar vëllezër, kjo fjalë duhet ta shoqëroj njeriu vazhdimisht. Ku është Allahu? Pra mund të rrej, mund të mashtroj, mund të trafikoj, mund të baj edhe ishuj të cilët janë pra të dedikohen për përdhunime dhe kështu me radhë, mirë po, ku është Allahu subhanahu wa taala? Pra, momentin që njeriu nuk e ka një mbikëqyrje qiellore, pra nuk ka dikush që ka frikë nga ai, dhe momentin që ka pushtet dhe ka pozit dhe ka pasuri, të nderuar vëllezër, njeriu është i krijuar që nuk njeh kufi. Dhe kjo çka ka ndodhur është duke ndodhur në to 3 milion dosje, të nderuar vëllezër, kjo gjë është e ditur. Mirë po ndoshta pak njerëz janë ato që logjikojnë dhe mendojnë dhe kështu. Përndryshe kjo sot apo këto ditë është shfaq, kjo gjë është e njohur prej kur është kriju njeriu. Thot Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan njeriu: "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a." Njeriu thot
Innal insana la yatgha. Njeriu thot tregohet arrogant, nuk njeh kufi, momentin që njihet i vetmjaftueshëm, pozitë, pasuri, pushtet. Mirë po thot ta ditë se do të kthehet një ditë tek Zoti i tij. Dhe sot të nderuar vëllezër, shka ndëgjojmë dhe shka lexojmë në për lajme, qoftë edhe pak sipërfaqësisht, e shohim se ato njerëz të cilët nuk njohin, pra nuk kanë dikën një mbikëqyrje qiellore, nuk e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala dhe thjesht janë ato të cilët e vujnë vetë ligjin dhe kanë pushtetin dhe kështu me radhë, shef çuditëra në te. Sepse njeriu të nderuar vëllezër kështu është i krijuar. Nuk njeh kufi, nëse nuk ka një fuqi mbi te që e kontrollon. Dhe kjo është në jetën tonë përditshme. Nëse të thot dikush krye këtë vepër sepse do të dënohesh, menjëherë merr hapa që ta krysh një vepër. Momentin që nuk ke frikë nga dënimi, thjesht te i kalon çdo kufi. E përmenda të nderuar vëllezër, dhe fillova me këtë tregim, që ta kuptojmë se pse luftohet Islami nga kjo elitë, nga këto njerëz dhe kështu me radhë. Sepse të nderuar vëllezër, Islami është ai rezistenca kryesor që i pengon këto njerëz pra që t'i shfryjnë epshet dhe dëshirat e veta. Islami është ajo fe që e nderoj gruan. Islami është ajo fe që e nderoj fëmin. Islami është ajo fe pra të nderuar vëllezër se i ndaloj ato gjëra të cilët janë pra që e ulin njeriu në nivelin e kafshës. Ato gjëra të cilët i lexon të nderuar vëllezër në ato dosje, ato jo se janë larg çdo feje qiellore, mirë po ato njerëz pa marrë parasysh çfarë grade kanë arrit, pa marrë parasysh çfarë pozite kanë arrit, ata duhet të thirren një herë të kthehen në njerëzim, pra të bëhen njerëz, sepse ato të nderuar vëllezër, edhe ligji i xhungullës është se pra kafsha e egër kur ngihet ndalet, ato nuk ndalen. Pra vetëm në moment kur ndalen të nderuar vëllezër ato janë pra kur vdesin. Sepse siç thot Allahu subhanahu wa taala, ato thot janë si kafshët, mirë po janë edhe më të zi dhe më të keq se sa kafshët. Pra të nderuar vëllezër, ajo që dua ta përcjell sot këtë ditë xumaje, siç thash, edhe pse ndoshta më e udhës kishte qenë të flasim ndoshta për para përgatitje për Ramazan, mirë po pasi kemi edhe disa xuma, e pashtë të arsyeshme sepse e kemi amanet. E kemi amanet të cilët e kemi marrë mbi supet tona të nderuar vëllezër, dhe na dhimbet se i takojmë një feje që luftohet për momentin më së shumti. Dhe deshta ta përcjell me ju arsyen pse luftohet kjo fe. Kjo fe të nderuar vëllezër luftohet sepse historikisht është e dëshmuar se çdo gjë që vjen në kundërshtim me dëshirat dhe epshet e atyre njerëzve që ulen në nivelin e kafshëve i pengon. Dhe Islami të nderuar vëllezër e ka ngrit femrën. I ka thënë bulohu, i ka thënë mundoj të qëndrosh në shtëpi, sepse ka ujq që ty të llogarisin vetëm mall, që të shitesh dhe të blehesh, të shfrytëzohesh, pastaj mund të edhe të vorrosesh. Islami të nderuar vëllezër e ngriti fëmin dhe e kërkoi llogari nga prindërit se si edukojnë dhe kështu me radhë. E ngriti njeriu të nderuar vëllezër. E ngriti pra dhe e shëntëroi jetën e njeriu dhe tha, prishja e qabes kibles të muslimanit është më e shtrenjtë, pra mbytja lezewalu, thot mbytja e një njeriu të pafajshëm një muslimanit, është ma e madhe pra se sa prishja e qabes. Pra të nderuar vëllezër, ndërsa në ato dosje shef fëmijë që përdhunohen, shef në ato dosje që gra që shiten dhe blehen dhe kështu me radhë, dhe shef, pra të nderuar vëllezër, siç thash pra, është çështje se kjo gjë e vetmja gjë është që i pengon këto njerëz dhe e luftojnë Islamin. Siç thash, njeriu mundet nëse njeriu si njeri është i mirë dhe këtë mirësi e ndalon tek vetja e vet dhe nuk i pengon askujt, nuk thret në të mirë, nuk ndalon nga keqja, nuk thret në vlerë dhe nuk ja prish matematikat atyre, mund të jesh dhe mos të luftohesh dhe mos të akuzohesh dhe mos më radh. Mirë po momentin që thret në vlera,
thret të respektohet femra, thret të respektohen fëmijët, thret, atëheran ti do t'jesh pra armik, ti do të luftohesh, ti do të abuzohesh, ti do të etiketohesh dhe kështu me radhë, si fe apo si person të cilën e mban atë fe. Dhe kjo të nderuar vëllezër nuk është me sot, dhe kjo është historikisht një gjë që ka ndodhur. Nëse i kthehemi historisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillimet e tij ishte njeri i mirë, ishte njeri besnik, kishte prani në Mekë. Mirë po, dhe bile u merrte edhe gjykues mes fiseve ku ndodhshin mos pajtime mes tyre. Momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një njeri i mirë donti dhe pra u shëndru me urdhër nga Allahu subhanahu wa taala, jo vetëm që këtë mirësi ta mban mbi veten e vet, po të thrasë edhe shoqërinë, familjen, rrethin, komunitetin dhe kështu me radhë, në vlera dhe kështu me radhë, atëherën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë njeri i keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të luftohet, filloi të akuzohet dhe kështu me radhë. Jo, kjo nuk është vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është me çdo pejgamber dhe me çdo nismëtar i cili thret në vlera dhe me çdo kënd i cili mundohet sado dhe jep kontributin e tij që t'i pengoj këto njerëz pa marrë parasysh kush janë këto njerëz. Kemi rastin të nderuar vëllezër, rastin e Salihit. Ky ishte një pejgamber dhe ishte i dalluar në shoqërinë e vet dhe kishte pozitë dhe statusi shoqëror ishte i lartë. Kur filloi të thras në vlera, kur filloi të kundërshtojnë dëshirat dhe epshet e tyre të ndaluara, atëherë shka i tha, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuan qabla hadha. Ç'është me ty o Salih? Ti para kësaj ti ishte njeri i duhur, njeri i dashur, para kësaj se fillove pra të gjeti me ty që po fillon dhe të na prish matematikat dhe nuk po na i lën që ti shfrenom epshet dhe dëshirat dhe të ulemi në nivelin e kafshëve. Të nderuar vëllezër, e shoh dhe obligim ta lexoj një deklarat të dietarëve, të cilët e kanë nxjerrë për këtë rast dhe sepse siç thash është amanet dhe çka ka dalë lidhja dietarëve musliman, thot lidhja e dietarëve musliman ka ndjekur me vëmendje atë që është zbuluar para botës nga detajet e çështjes së Jeffrey Epstein, si dhe rrjetet e ndikimit që lidhen me të, shfrytëzimin brutal të fëmijëve dhe grave dhe përfshirjen e figurave politike, ekonomike dhe mediatike me ndikim në perëndim. Ky skandal, pavarësisht rëndësisë së tij të madhe, nuk është një ngjarje izoluar, por një dritare që zbulon një anë të errët të qytetërimit materialist perëndimor, i cili e ka shndruar njeriu në mall, gruan në trup dhe fëmijën në burim shfrytëzimi, pasi u shkëput nga vlerat shpirtërore dhe normat morale. Ky krim i organizuar ka zbuluar fytyrën e shëmtuar të këtij qytetërimi në disa aspekte. Së pari, adhurimi i paras, kënaqësisë dhe epshit deri në atë shkallë sa njeriu shndrohet në mall të lirë, dignitetit i cili shkelet në mënyrat më të tmerrshme, u bë e qartë se ajo që quhet liri personale dhe çlirim në këtë qytetërim në korridoret e eliteve sunduese dhe financiare është shndruar në egërsi që shkel me mjeshtëri të drejtat e të dobtëve, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, pa asnjë pengesë fetare apo morale. Pra të nderuar vëllezër, fjalën që e ndëgjojmë askënd mbi ligjin, kjo fjalë nuk vlen për të gjithë. Vlen për një kategori, për të dobtit. Mirë po ato të cilët e bajnë ligjin, ato janë edhe mbi ligjin dhe kemi këtë dëshmi. Së dyti, ajo që u shfaq nga rrjetet e organizuara që joshin të miturit dhe shfrytëzojnë të dobtit, si dhe krimet sistematike të shfrytëzimit seksual në një ishull privat që u bë simbol i shturjes dhe korrupsionit në nënveshtrimin e sistemeve ligjore, pasqyron një krizë të thellë në sistemin e vlerave që sundon shoqëritë perëndimore moderne. Kjo është dëshmi e qartë se përparimi teknologjik dhe pasuria materiale nuk përbajnë qytetërim njerëzor nëse nuk mbështeten në besimin në Allahun, mbi të cilin ngrihen digniteti njerëzor, shenjtëria e trupit dhe të drejtat e fëmijës dhe gruas. Së treti, zbulimi i rolit të rrezikshëm të rrjeteve Epstein dhe bashkëpunëtorëve të tij të lidhur me lobin sionist ndërkombëtar, të cilat i shfrytzuan këto praktika të ndyra për shantazhimin e vendimmarrësve dhe për shndrimin e tyre në mjete të bindura në duart e forcave të së keqes,
që synojnë dominimin mbi fatet e popujve dhe drejtimin e politikave shtetërore në shërbim të projektit sionist dhe agjendave të tij eksponiste. Mbi këtë bazë lidhja thekson, pra lidhja dietarëve musliman thekson. Së pari, korrupsioni që përhapet në jetë dhe në shpirtra është pasojë e veprave të njerëzve, përmes të cilave Allahu i bën ato të shijojnë një pjesë të dënimit të tyre në këtë botë me qëllim që të kthehen tek ai. Qëllimi nuk është skandali dhe as turprimi, por pendimi, reformimi, mbrojtja të dobtëve dhe vendosja e drejtësisë. Së dyti, të nderuar vëllezër, ky skandal zbulon kontradiktën e thellë midis diskursit moral perëndimor mbi të drejtat e njerëzit dhe praktikave reale, ku këto të drejta shndrohen në slogane për ndëhyrje politike, ndërsa shkeljet e brendshme bulohen me heshtje dhe bashkëpunim ligjor, dhe së treti dhe më e rëndësi, në këtë rënje morale globale, del në papërgjegjësia e umetit musliman për të ofruar një model alternativ që mbron dinjitetin njerëzor, familjen dhe të drejtat e fëmijës dhe gruas larg sloganeve të rreme. Detyra e umetit pra sot është të paraqesë një shembull të gjallë në ruajtjen e familjes, në ndalimin e shturjes dhe shfrytëzimit dhe në përhapjen e moralit hyjnor, pra kujtesë për dietarët, për thirrësit, për hoxhallarit dhe çdo kush që ka mundësi në islam për detyrën e tyre madhore në kundërshtimin e normalizimit të këtyre veseve nën parulla mashtruese dhe në zbatimin e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga keqja. Të nderuar vëllezër, heshtja ndaj së keqes është pjesëmarrje në te. Ne kemi për detyrë të mbrojmë shoqëritë dhe familjet tona nga kultura e shturjes dhe të mësojmë fëmijëve tanë se digniteti dhe nderi janë në bindjen ndaj Allahut, jo në pasurinë dhe në famën e rreme. Kjo deklaratë, nderuar vëllezër, doli nga lidhja e dietarëve musliman pasi i përcjellën disa nga ato skandale. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj neve, familjet tonë, fëmijët tonë nga çdo shturje dhe nga çdo ndikim i jashtëm. Mirë po thjesht, nderuar vëllezër, tek ato njerëz të cilët ndoshta nuk kishte e qartë deri me sot apo deri me para disa ditëve pse Islami sot akuzohet, pse Islami është fe terroriste, pse Islami dhe kështu me radhë, pse hoxhallarët dhe ato të cilët thrasin në të mirë dhe mundohen të ndalojnë nga keqja, etiketohen, abuzohen dhe kështu me radhë, thjesht të nderuar vëllezër, burojnë nga kuzhinat e këtyre njerëzve sepse i vetmi Islami, feja hyjnore apo mbikëqyrja qiellore është ajo të nderuar vëllezër që i kundërshton epshet dhe dëshirat dhe nuk ja mundson dhe i pengon në realizimin e planeve të tyre. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu